Shpresoj t'u ketë pëlqyer kori më i ri në Portokalli, i cili mban emrin Ish Djemtë e Lagjes. Por kuptohet që jo të gjithë gjyshërit kanë kohë të këndojnë, sepse disa të tjerë për shembull duhet të merren me rritjen dhe edukimin e nipërve dhe mbesave të tyre. Për shembull, Adela jon e vogël ka një gjysh të tillë model për t'u patur zili. Dhe të dy bashkë do të vinë sot në Portokalli. Rikthehet Adela me gjyshin e saj Kiçon. I dëgjojmë bashkë. O, gjysh Liço! 77, 177, 177. O, gjyshi! O, gjyshi! O, gjysh Liço, boll, hajde! Do bëjsh balerit? He me qup, he? Gjysh Liço, qa është kjo maj që do... Kiço me të thash, Kiço me qup, që është kjo? Kiço, K-Q-U-I. Mirë, o gjyshi, qa është kjo Maqedonia që përmënde enciklopedia? Për këtë më qonë nga palestra ti mua? Ma bet leshit keqen gjyshi, tire ma se këputesht. O gjysh Liço, qa është Maqedonia? Kiço, maj Kiço, po të thema. L-E-D-I-O, Kiço. Me tërbadhe të nëshirë. Maqedonia të keqen gjyshi me që mgave se ti edhe e voçkëll. Maqedonia është një republikë shumë e lashtë. Po shumë e lashtë fare. Po disa e lashtë është. Sa? Ja, llogaritë e ti është krijuar që me 1990. Që pa lindur ti është krijuar. Sa lash gjysh Liço! Kiço me Kiço, jo po Piço. Kiço me po të them. Në ashtë keqen gjyshi me qemë gave? Maqedoninë e ka krijuar një shoku im shumë i vjetër. Maqua. Po, Maqua krijoi Maqedoninë. Mas Maqos, mas andaj, lindi Aleksandri Madh. E pse i madh? Se lindi qikësi mbi peshqy. Llogaritë e Adela këti me nder 7 kg 400 gram i peshonin vetëm trut këti. Sa i zgjuar! Që do, si përdori kur? O gjyshi, po qa lidhje ka ky Maqua me Aleksandrin e Madh? Nga shi Maqua të keqen gjyshi, si shqiptar që ishte, si edhe vogël ti ma e del, që i futi njëshin në klapa mamas Aleksandrit. Qa i bëri mamasë këti? I futi njëshin në klapa, Qa i bëri? i zgjidhi ekuacionin, Qa ekuacioni? i sqaroi problemin. Pse qa problemi kishte? Me qopë, që ma uqe një siklet është. Mamas Aleksandrit i dishte puqra. Maqo i oqi mizën nga kafazi. Po folo gjyshi fol, unë thash se ishte frekontim artificial. Qyshe? Frekontim artificial. Jo, po drite pa jame me lesh kombinatu. Brez Palaqos, mësoj historinë aty, s'te vjen turp, bezi shenjë ta njëzuar. Nësë përsha mua, se dhe ti e gënjeshtar. Unë gënjenj? Po, se Aleksandri Madh kishte baba Filipin. Kema të të fiksite? Jo, më të ma kështë thënë muaj? Po jo më gjyshi, ky Filipi që them unë është grek edhe ishte gjithë kohës në luft. Edhe maman Aleksandri Madhe kishte shqiptare. Pra ndaj në gjiste gjaku Maqos. O gjyshi, të pyesi gjonë ty, pse thon maqedonësit për ne që kemi zbritur nga mali? Pse vetë janë nga të fushës ata. Ja llogaritë të keqen gjyshi edhe këti Aleksandrit i pëlqenin shumë shqiptarët. I ngjante në gen temës. Vetëm kujdes Adela, i pëlqenin shqiptarët, jo shqiptarët. I
Ky Aleksandri i Madh ka qenë si Akili, spec djeks. Ashtu, gjys grek, gjys shqiptar. O gjyshi, po ku janë gjys grek, gjys shqiptar? Qa është Maqedonia? Me qupë që më futën në sikleti mua nashi. Ke që në gjyshi Maqedonia është një copë tokë, që ka ca shqiptar aty, ka ca grek, ka ca bulgar, po është dhe i copë byrek me kungull që ka lënë maqua pa ngrem. Gjyshi, kur do e ky maqua lakrorin? Maqua nuk e angri do të lakrorin, e angri di Rama. Po e di Rama që lidhje ka me Aleksandrin e Madh? Po sa lidhe kanë këta të kishin gjyshi me këte, me Berishën e, me Metën e, me Karamanlisin e, me atë tjetrin që e trahton gruaja që s'di gja i e. Po janë gjithë të fushës ta, Adela. Si? Të fushës politikës, ma qopë. Tharë se ishin të gjithë spec djeksa. Moj, qupe, një libra të nisu për shkolla ty. Brez pajlaqosh. E shenjë ta njëzuar. Gjysh spec djeks. Unë, po kur kanë ngrenë gjyshi, specin ti s'kishe lindur akoma, ma. Adela!